nuk është shumë e rëndësi pamja e jashtme, po është më rëndësi karakteri, domethënë, çfarë personi je. Përshëndetje, jam Alketa Gashi, edhe sot ku marrëm ju përgjigj pyetjeve të emisionit 05. Jam në agjencion që 2 vjet, të agjenci Lens Model të Sherif Pacolli. Edhe jam shumë e lumtur që me çmimin që kam fitu, edhe shpresoj që të ardhmen ka me pas më shumë sukses. Për mua është një çmim shumë e rëndësishme edhe jam shumë e lumtur që kam fitu këtë çmim edhe shpresoj që do kem arritje në ardhmen tem. Është hera e parë që fituve një çmim të tillë? Jo, kam konkuru edhe vitin në 2025 edhe kam fitu Miss Diaspora 2025. Duhesh me pas shumë durim edhe mu koncentru shumë, se nuk është edhe shumë e vështirë me qenë një model apo një miss, se ka plot sfida. Ki kontakt shumë me vajza tjera, me njerëz që kanë shumë hate, amo duhesh mu kanë gjithmonë e forte edhe me kalu qëtë sfidë, po. Po, ka shumë hate, njerëzit gjithmonë këshyrin me ullë, do me thonë, të mirën që e jetu e bo, ama gjithmonë du të mu kanë gati edhe mi kallëzu njerëzve që ti mund është me mu kanë ma e sukseshme. Në fakt, unë e këshyri shumë karakterin me një mashkull e jo pamjen, se nuk është shumë e rëndësi pamja e jashtme, po është më rëndësi karakteri, do me thonë, çfarë personi je. Edhe mu, do me thonë, bën shumë, më tërheq shumë, do me thonë, inteligjenca, karakteri edhe kjo. Pavarësisht kësaj, duhet mirët me showbiza, po edhe nëse punon diçka tjetër? Jo, edhe nëse punon diçka tjetër nuk është problem.